Përkundër protestës, zërrej rrit çmimin e energjisë, kështu që zëri qytetarëve në vesh të shurdhët. Të premten, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji miratoi rritjen e çmimit të energjisë elektrike për 16%, përkundër protestave të qytetarëve në Prishtinë. Zërrej njoftoi se rritja do të aplikohet për të gjitha kategoritë e konsumatorëve, duke u bazuar në të hyrat e lejuara maksimale të operatorëve energjetik. Janë aprovuar kërkesat për Kostin, Kecin dhe Keskon me shifra më të ulta se sa propozimet fillestare, por që gjithsesi sjellin rritje të tarifave për qytetarët. Ndërkohë, protestuesit e grupit Asnjë cent më shumë marshuan nga sheshi Zahir Pajaziti deri tek Zërrej, duke kërkuar dorëheqjen e bordit dhe anulimin e vendimit. E me pankarta si qytetarët nuk janë bankomat, nuk paguajnë për dështimet tua dhe Kecit i kthehet popullit, ata shprehen qartë revoltën e tyre. E aktivistët paralajmëruan se të martën do ta dorëzojnë një padi ndaj Zërrejës. Për më shumë informacion, qëndroni në telegrafi.com.